Në historinë moderne të Kosovës, epopeja e ushtrisë shqiptare të Kosovës paraqet traditën përmes së cilës i referohemi ngjarjes më totale dhe përcaktuese në rrugën e betejave të shqiptarëve për liri në Kosovë për gjatë shekullit 20. Populli e ka UÇK-n e UÇK-ja epopejën e saj, e cila është ngritur dhe qëndërzuar përreth rezistencës armatosur dhe sakrificës së familjes Jashari më 5, 6 dhe 7 mars të vitit 1998 si një ngjarje shembullore e fuqisë së qëndresës së dal nga guximi dhe gatishmëria për të sakrifikuar gjithçka për liri. Nga fundi i vitit 1997, pas përballjes të hapura luftarake me forcat armike të Serbisë, ushtria shqiptare e Kosovës u shfaqe dhe publikisht me 28 nëntor. Lufta armatosur në Kosovë nga një mundësi që luhatej mes rrezikut dhe kërcënimit, po kthehej në një realitet që mund të shpërthente nga dita në ditë. Sulmi i dytë i policisë ndaj familjes Jashari në Prekaz me 22 janar të vitit 1998 e zbuloi atë si shënjestër aktive të policisë serbe.